Edhe pse ekziston bindja që media të informon në prapasken, ndodh krejt e kundërta. Në të shumtën e rasteve, media thot gjysmë të vërteta ose devijon të vërtetën. Jo çdo gjë është ashtu si serviret. Shpesh pyetjet e gazetarëve janë sipërfaqësore për të mos zbuluar plotësisht të vërtetën. Së fundmi, disa media të pavarura kanë publikuar fakte që kanë çuditur jo pak publikun. Për shembull, burgu i Durrësit ku vuajnë dënimin disa politikan është shndruar në një burg VIP. Kjo pasi shumë figura të politikës që janë te ky burg i lejohet të sjellin televizor sipas standardeve që ato duan, krevate të rehatshme e të bëjnë ndryshime në dhomë sipas kërkesave të tyre. Për të gjithave së fundmi, gjatë një diskutimi në studio, është zbuluar një detaj interesant rreth asaj që ndodh në qeli, dhe ndoshta edhe me lidhjen që kanë politikanët e dy kaheve të ndryshme politike. Gjatë një interviste, gazetari e pyeti Ervin Saljanin: "Dua të bëj një pyetje. Putini e futi në burg opozitarin rus Navalnin, i cili më pas ndërroi jetë në ambientet e burgut. Të futi edhe Rama aty në burg, por nga burgu dole me flok. U fute pa flok e më pas dole me flok. Si e shpjegon ti këtë? Një opozitar rus humbi jetën, ndërsa ty të mbajti Rama mirë, dole me flok e më i bukur se sa u fute." Me këtë pyetje, gazetari la të kuptohet se gjatë kohës që ka qenë në burg, Saljani ka bërë mbjelljen e flokëve, ndryshim i cili ishte mjaft i dukshëm. Ish deputeti demokrat nuk e mohoi këtë fakt, por tha: "Këto pyetje i bën vetëm ignoranca. Duhet të lexoni pak. Del me leje edhe kur je i dënuar." Shumë komentues në rrjetet sociale janë shprehur se marrëdhëniet e Saljanit me Ramën mund të jenë shumë të mira, por në sy të publikut shfaqen si kundërshtar të betuar.